respektivisht 17 dhe 20 vjeç. Gjithashtu Çipi është një tjetër debutues lojtar i cili u afrua në merkaton e dimrit tek Partizani dhe Skënder Gega, i cili ka dhënë vanellën e titullarit, por shohim tashmë këtë mundësi për ekipin e Partizanit. Është Xhata dhe pron të hap lojën të kushtë Meksi. Xhata. Së Dinamos Xhata. Një pasim, shohim goditja që ndalet nga Xhata. Pason tek Malaj, sërish Xhata, kombinime të mira nga ana e dy futbollistëve. Malaj mbyllet. Xhata. Himallari, sërish të Xhata. Në krahun e tjetër dukesh Osmanllari. Shanaj. Arfitojnë topin lojtarët e Partizanit. Himallari, Xhata. Janjeva. Atanaskovski pason për tek Xhata. Ja, mirë lëvizja e mesoshorit 19 vjeçar, një tjetër lojtar me perspektiv. Osmanllari. Himallari luan tek Xhata. Guxhufi. Sërish të Xhata. Shanaj. Osmanllari, një tjetër arkim shumë i mirë i Osmanllari. Xhata. Atanaskovski. Pasimi në qendra të kushtë Tedi Malaj. Luan pas, sërish tek Atanaskovski. Xhata. Malaj. Atanaskovski për tek Guxhufi. Vujnovic luan pas tek Xhata. Meshoshori mjaft mirë, hap lojën në krahun e djathtë dikush Osmanllari. Vjen arkimi i tij dhe goditja e Xhata. Xhata. Guxhufi tek Sembene. Pas Mateo Çipi. Skënder Tari. Tiri. Dhe më pas Xhata preferoi një pasim të Atanaskovski, por ishte shumë i fortë. Nuk arrit dot nga mbrojtësi i Partizanit. Jorgo Meksi. Pasim që lexohet nga Xhata.